Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit mëshirëplotët. Falënderimi I takon vetëm Allahut krijuesit gjithësisë. Vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatin ton dhe urimin më të mirë ja përcjellim të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij të nderuar dhe kushdo që e ka ndjekur e ndjek dhe do ta ndjekë udhëzimin e Tij sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar besimtar musliman, që jeni të pranishëm në këtë ligjërat, ju vëllezër të nderuar dhe motra të respektuara që na ndiqni nëpërmjet valeve të Radios Islame në internet, gjithashtu që do ta shikoni dhe këtë ligjërat nëpërmjet televizionit Islam këtu në Zvicër, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimi, mirësia dhe mëshira e Allahut subhanahu wa taala qoftë mbi të gjithë ju. Inshallah, me shpresën e Allahut subhanahu wa taala sot në ligjëratën të cilën kemi planifikuar ta flasim këtu përpara jush, do të fokusohet në këndvështrimin e durimit të madh të përshkruar në jetën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe butësinë që ai kishte gjatë gjithë ditëve në cilët ai jetoi në Mekë. Do të sjellim disa shembuj nga jeta e pejgamberit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, se si ai ishte I durueshëm me shokët e tij, se si ai ishte I durueshëm me kurejshët e asaj kohe të cilët e luftonin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam pa pushim gjatë gjithë ditëve të tyre. Me qëllim që Muhammedin bashkë me shokët e tij dhe bashkë me thirrjen që ai përpiqej ti promovonte njerëzve, ta shkatronte dhe të mos meste asgjë në Mekë dhe në shoqërinë e tyre nga thirrja dhe propaganda e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Mirpo, I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ishte gjithmonë I drejtë, qoftë me besimtarët musliman, praktikantët cilët ai jetonte dhe punonte çdo ditë me ata, qoftë edhe me jo besimtarët, ata që ende nuk e kishin pranuar Islamin, fenë e Allahu subhanahu wa taala, por ai ishte gjithmonë I gatshëm të sakrifikonte edhe jetën e tij. Muhamedi pra sallallahu alaihi wasallam ishte I gatshëm që të sakrifikonte jetën e tij në qëllim të thirrjes së njerëzve në Islam, për t'i promovuar atyre fenë e bukur islame. Dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë ishte pjesë aktive e shoqërisë dhe synonte dhe praktikonte gjithmonë idenë e bashkëpunimit dhe përmirësimin e situatës në cilën ata po jetonin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe bekimi I Allahut qoftë mbi të, duronte gjithmonë likësitë që kurejshët ja bënin. Ai duronte ato ofendime që ata ja bënin ditën dhe natën. Ai gjithmonë qëndronte I durueshëm sepse Allahu subhanahu wa taala e kishte orientuar në Kur'anin Kerim duke I thënë atij: ne të dërguam ty o Muhammed mëshirë. Ne të dërguam ty o Muhammed mëshirë. Për çfarë mendoni ju vëllezër të nderuar? E dërguam Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu subhanahu wa taala, që të jetë mëshirë vetëm për besimtarët musliman. Vallë Allahu subhanahu wa taala e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mëshirë vetëm për ata që vinë safet e xhamisë.
E dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mëshirë vetëm për ata musliman anë kën botës që thonë dhe deklarojnë sot ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Për ata që kanë thënë dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhammedi, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, është rob dhe i dërguar i tij. Si mendoni ju vëllezër të nderuar? E dërgoi Allahu subhanahu wa taala vetëm mëshirë për këta njerëz që thanë? Allahu i madhëruar thot në ajetin kuranor, ne të dërguam ty o Muhammed vetëm si mëshirë për të gjitha krijesat. Këtu nuk nënkuptohen pra vetëm besimtarët musliman, por gjithë njerëzimi me gjitha kapacitetet e tij. Allahu subhanahu wa ta'ala e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mëshirë që ata t'i udhëheqin nga errësira e natës, nga errësira e ignorancës, nga errësira në të cilën janë duke jetuar për në dritën e madhe, të dritën e hapur, dritën e zemrave të Islamit, në dritën e cilën i bën njerëzit t'i hapin mendjen e tyre për të kuptuar realitetin e të qenurit dhe të jetuarit në këtë botë. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala e dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mëshirë për gjithë njerëzimin. Njëkohësisht Allahu subhanahu wa ta'ala e dërgoi mëshirë edhe për kafshët. E dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mëshirë për gjithçka që ndodhet në këtë galaktik. Allahu subhanahu wa ta'ala e solli dhe e dërgoi në këtë botë për këtë qëllim. Vëllezër të nderuar, ne sot jetojmë në një periudhë mjaft të vështirë të terrenit. Realiteti i ri bashkohor, në këtë koordinim vlerash dhe antivlerash, në këtë kuadër të civilizimit bashkohor, ku njerëzit po përpiqen ditë pas dite të orientojnë ide, alternativa, forma të ndryshme të vepruar dhe të jetuarit në mënyrë kolektive, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam përballë të gjithë këtyre analistëve dhe studiuesve të cilët punojnë dhe aktivizohen çdo ditë për të sjellur alternativa se si duhet të bashkëjetojnë dhe se si duhet të bashkëveprojnë dhe bashkërendojnë jetën e tyre në mënyrë të përgjithshme njerëzit në këtë botë të globalizuar. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam 1400 vjet më herët që nga sot ai tregonte njerëzimit asaj kohe që njerëzit bashkëjetojnë dhe jetojnë me njëri tjetrin pa dallim ngjyrash, pa dallim racash, pa dallim kombesh, pa dallim gjinie, janë të barabartë në këtë botë dhe të barabartë përpara Allahut subhanahu wa taala, duke thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka dyshim, nuk ka dallim, la farqun baina al-arabi wal a'jami. Nuk ka ndryshim, nuk ka dallim midis arabit dhe jo arabit. Dhe vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke sjellë dhe duke thënë që nuk ka dallim midis njeriu të zi, atij që ngjyrën e ka të zezë Allahu subhanahu wa taala ashtu e ka krijuar atë. Nuk ka dallim midis njeriu të zi me ngjyrë të zezë dhe njeriu me ngjyrë të bardhë. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, at-taqwa ha huna. Besimi, devotshmëria në cilën Allahu subhanahu wa taala i dallon njerëzit në këtë sipërfaqen e kësaj toke, është në zemrën e gjithsecilit prej nesh, në besimin që e ka të ngulitur në zemrën e tij. Dhe kështu që pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam jetonte në ditët e tij kur ishte në Medinë dhe çifutët e asaj kohe e tmerronin, e luftonin, edhe përpiqeshin në çdo lloj mënyre që ati t'ja ulnin ritmin e tij për të bashkëpunuar dhe bashkërënduar jetën shoqërore konform ligjeve të Allahut subhanahu wa taala. Le të sjellim një shembull në cilin një ditë po kalonin disa njerëz nga çifutët pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi ishte në shtëpinë e tij natyrisht bashkë me Aishën radhiyallahu anha. Dhe në këtë moment çifutët e përshëndesin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke nënkuptuar me të përshëndetjen islame, do me thënë, sepse ne e dim që gjuhën arabe Esselamu alaikum do të thotë paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi ty. Dhe këta çifut i thon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Assalamu alaikum. Që në radhë të parë nëse ndonjëri prej nesh do ta dëgjojë do thotë fa salamu alaikum, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi ty.
Mirë po këta qifut nuk e përshëndetën pejgamberin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me përshëndetjen e bukur islame, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi ty, por i thon vdekja qoftë mbi ty. Aisha radiallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur me të, e dëgjoi dhe u zemrua shumë nga kjo shprehje. Me njëherë i ktheu përgjigje duke i thënë vdekja qoftë me ju. Gjithashtu ju largoft nga kjo dynja Allahu subhanahu wa taala dhe mallkimi i Allahut qoftë mbi ju. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte pranë Aishës dhe po e vështronte dhe po e hetonte të gjithë ngjarjen se si po lëvizte, i thotë qetësohu Aishë. Ti duhet të jesh e butë. Nuk duhet të mallkosh dhe nuk duhet të jesh e ashpër. Ajo i thotë, dhe kjo është dhe natyra e grave në përgjithësi, a nuk e dëgjove o i dërguari Allahu se çfarë thanë ata qifutët? Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam i tha, unë dëgjova, por ju përgjigja. Wa aleikum. Domthonjë që thotë, edhe mbi ju qoftë ajo që ju bëni lutje, vdekja qoftë mbi ju. Mirë po ka një dallim, i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se lutja ime do të pranohet tek Allahu subhanahu wa taala, ndërsa lutja e tyre që ata bën për mua nuk pranohet, kështu që ju ka shkuar huq ajo që ata janë përgatitur për ta thënë. Pra vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa taala e kishte inspiruar dhe mësuar pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam që në jetën e përditshme me njerëzit ai të punonte dhe të vepronte mirë, siç thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin Kerim në surën Bekare, dhe njerëzve i thoni fjalë të mira, bashkëpunoni dhe bashkërendoni jetën tuaj të përditshme me ata me konkretizimin e natyrës dhe mësimeve të Islamit, fesë që ju e keni përqafuar. Vëllezër të nderuar, një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam doli bashkë me shokët e tij në një ekspedit. Ata ndaluan në një lugin plot me pemë. Sahabët e tij u shpërndan, kishin vazhduar një rrugtim në shkretë të tir dhe hasën në një lëndin apo në një vend që kishte disa pemë dhe të lodhur dhe të raskapitur nga rruga e gjatë të cilin kishin përshkuar, ata ulën dhe filluan të flenë duke u shpërndar gjithsesi në pemët që ndodheshin në atë vend. Gjithashtu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u shtri për të fjetur, për të qetësuar. Ndërkohë, një nga bedoinët, nga arabët e asaj kohe, i kishte ndjekur sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, natyrisht edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë të fshehur rasti, duke parë hapat e tyre, etapat e tyre se çfarë bënin dhe ku do të arrinin ata. Ai erdhi ngadalë, erdhi qetë, pa u vënë re nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët ishin të lodhur të gjithë dhe gjumi i kishte zë. Ai u afrua dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte vendosur shpatën e tij në pemë, kishte varur në pemë. E merr shpatën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ky bedoin dhe pasi u sigurua mirë që e ka kapur shpatën dhe është mbi trupin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe imagjinoni vëllezër të nderuar, një pemë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shtrirë në gjumë, arma e tij e varur, vjen një beduin, e merr shpatën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e ngren shpatën lart edhe qëndron gati për të gjuetur dhe për ta goditur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që do thotë në të njëjtën kohë ai do ta vriste atë. Në konceptin në të cilën ndodhe apo në vetë situatën që ndodhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ky i thërriti: "O Muhammed!" Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u zgjua nga gjumi dhe e pa situatën se si ishte. Arabi qëndronte lart mbi të, domethënë me shpatën e ngritur, vetë nuk ishte veshur as mburoje sepse ata ishin në një rrugtim dhe kishte rënë në të jetën kohë për të qetësuar. Dhe Arabi thot: "O Muhammed, kush do të mbroj ty tani nga unë?" I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e pa se ky njeri e kishte vendosur se do ta godiste dhe do ta vriste. Ne e tham pak më lart që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk kishte veshur rroba të mjaftueshme, një këmish kishte pasur vesh në trupin e tij. Shokët e tij ishin shpërndarë të gjithë duke fjetur dhe burri, i cili ishte tashmë në një situatë mjaft burrërore me një njeri që ishte në gjumë dhe duke pasur në të njëjtën kohë pa armë, pa armatime, i thot: "Kush do të mbroj ty tani nga unë?" Ai, duke ndjer veten mjaft
superior ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, filloi të burrë: "Kush do të mbrojë ty tani nga unë, o Muhammed?" Pejgamberi Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e dëgjon me vëmendje dhe i thot vetëm një fjalë: Allah. Këtë burr beduinin e kapi frika dhe me njëherë në një moment të caktuar ati ra shpata nga dora. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kapi shpatën, ju drejtua atij dhe i tha: "Po tani kush do të mbrojë ty nga unë?" Atëherë burri u trem dhe i tha: "Të lutem, më trajto me mëshirë, më fal. Bëra gabim." Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: "Kush do të mbrojë ty nga unë?" Beduini thot: "Të lutem, më fal, më mëshiro dhe më trajto mirë." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: "A e pranon Islamin? A bëhesh musliman?" Ky njeriu thot: "Jo, unë nuk e pranoj Islamin, por të jap besën që nuk do të bëhem aleat me asnjë njeri kundra teje." Domethënë do të kemi parasysh se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bashkë me shokët e tij ishin në një periudhë mjaft të vështirë kur arabët her pas here dhe ata njerëz që nuk adhuronin Allahun, politeistët dhe njerëzit anti-islam bënin aleanca të vazhdueshme kundra Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për të pasur një ushtrim të madh. Ndërsa ky beduin i thotë që: "O Muhammed, unë të jap fjalën që nuk do të bëhem aleat me asnjë njeri që të punojmë dhe të luftojmë kundra teje." Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lën të njëri të ikë i lirë dhe ndërkohë ky arabiu, ky beduini, ishte lider në farafisin e tij. Do jetonin në shkretë të tjera, por ishte i pari i fisit. Ai shkoi, diskutoi me farafisin e tij dhe pastaj ata alhamdulillah të gjithë familjarisht, të gjithë fisi e pranoi fenë islame dhe u bën musliman. Pra ky ishte karakteri i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, vëllezër të nderuar. Ky ishte karakteri i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, njeri i butë, njeri i mëshirshëm. Imagjinoni sikur ty apo mua dhe dikujt prej nesh të ndodhte kjo situatë, çfarë do të kishim bërë me atë njeri? Jo vetëm që do ta vrisnim, por do ta bënim mishin e tij copa, siç kemi dëgjuar dhe dëgjojmë histori të ndryshme. Kur i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, filloi të ftonte njerëzit hapur në fenë Allahu subhanahu wa taala, Kurejshët e asaj kohe filluan ta gjejnë vetveten e tyre në një pozitë mjaft të vështirë. Pan dhe filluan të hetonin se Muhamedi, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, po merrte e përsi dhe pushteti i tij po rritej çdo ditë. Dhe duke menduar me ato planet e tyre dhe strategjitë e tyre se një ditë shumë shpejt do të binte dhe pushteti i tyre dhe nuk do të kishin më atë lloj pushteti cilin e kishin me banorët e Mekës. Kurejshët ishin, siç dihet, njerëz që pritshin dhe prishin vit pas viti haxhit, kështu që ata i filloi të kapte kjo lloj situate ndjesie në cilën ata do ta ndjenin veten e tyre pas një periudhe të shkurtër kohore pa pushtet. Kështu që thanë, duhet patjetër që ne të gjejmë një rrugëzidhje për formën se si po punon Muhamedi, sepse ai do të vijë, do të marrë pushtetin dhe ne nuk do të kemi më pushtet. Në këtë lloj situate, ata dhanë alternativa të ndryshme. Njëri prej tyre tha, le dërgojmë një person të komunikojmë me Muhamedin. Ta dëgjojmë çfarë synime ka ai, çfarë dëshiron. Shikoni se si mund të gjejmë një kompromis që ai Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të largohet nga kjo lloj thirrje apo të gjejmë ndonjë lloj forme në cilën ai të rrin punën e vet pa u ndier dhe ne të bëjmë pozicionin ton apo të bëjmë atë punën tonë që kemi bërë vazhdimisht. Dikush tha, gjeni një person ekspert, i cili të jetë mjeshtër për të bërë magji, për të bërë fallë, të jetë poet që ditë thuri dhe të fillojë të rregullojë fjalë të mira që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ta sfidoi me fjalët e tij. Dhe sepse Muhamedi sipas këndvështrimit të tyre na i ka shpërndar radhët, na ka përçarë midis njëri tjetrit, na ka ofenduar fenë tonë, na ka ofenduar fenë e baballarëve tanë. Le të bisedojë, pra të gjejmë një burr i cili të bisedojë me të dhe të shikojë çfarë kërkon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ta psikologjisë atë për të gjetur një mendim dhe për të na dhënë një mendim se si ne duhet veprojmë me të në perspektivën tonë. Dikush tha, asnjë njeri më mirë se sa Utbe ibn Rabi nuk mund ta bëjë këtë punë. Utbe ibn Rabi ishte njeri mjaft i zgjuar. Njëkohësisht ishte poet. Ishte njeri i drejtë në karakterin e tij, në individualitetin e tij. Dhe ata i thanë Utbes, ti o Utbe je person i duhur.
Dhe ne thamë, ai ishte njëri i but, ishte i dëruar, i sjellshëm. Dhe ai tha, Utbe i tha tyne, o Kurejsh, a dëshironi që unë të shkoj dhe të flas me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ndoshta ai po pranon ndonjë ndër ofertat tona ose të gjejmë ndonjë formë kompromisi me të. Ata i thanë, po Ebu Walid. Atëherë Ebu Walidi shkoi drejt të dërguarit të Allahut Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili në këtë momente ishte i ulur dhe në një periudhë dhe situatë të qetë, ishte duke medituar. Utbeja ju afrua dhe i tha, o Muhammed, kush është më i mirë, ti apo Abdullah, do të thënë babai i pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk foli për respektin e madh që kishte për babain e tij, edhe se e kishte lënë jetim dhe kishte vdekur shumë herë. Pastaj Utbe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o Muhammed, kush është më i mirë, ti apo Abdul Muttalibi? Sërish me pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk foli për respektin e madh që kishte për gjyshin e tij. Dhe pejgamberi po e dëgjonte Utben duke e respektuar atë në sjelljen që kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe duke respektuar dhe personalitetin e folësit. Më tutje Utbeja vazhdoi dhe tha, nëse ti, o Muhammed, mendon se ata ishin më të mirë se ti, atëherë dije se ata adhuruan ato zotat që ti po i mohon, ata po i ofendon, po i lufton. Dhe nëse ti mendon se je më mirë se sa ata, do me thënë se sa babaju dhe gjyshit, atëherë fol. Kështu që ne dëgjojmë se çfarë ke për të thënë. Para se dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam t'i përgjigjej, Utbeja vazhdoi të fliste por me një zemrim kësaj here, duke i thënë, pasha Allahun o Muhammed, nuk kemi parë njëri që t'nja sjelli kaq fatkeqësi sa na ke sjell ti në Mekë. Na ke përçar, o Muhammed. Ti na e ke ndarë radhët tonë, o Muhammed. Na ke fyer zotat tanë dhe na ke turpruar kudo në gadishullin arab. Tani gjithsecili nga njerëzit mund thotë që Kurejshët janë përçar, Kurejshët janë prishur si popull dhe në mesin e tyre kanë një megjistar. Nuk ka mbet asgjë tjetër, o Muhammed. Vetëm ne të nxjerrim shpatat tona dhe të luftojmë njëri tjetrin. Kështu që Utbe filloi ta tregonte zemrimin e tij për realitetin dhe aktualitetin që ata ishin duke përjetuar me njëri tjetrin. Pastaj Utbeja vazhdoi dhe kërkoi dhe këmbguli që gjente një kompromis me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, o Muhammed, nëse dëshiron që të kesh pasuri dhe të bëhesh i pasur nëpërmjet kësaj propagande që po bën, nëpërmjet kësaj thirrje dhe platforme edukative që po ndërton, atëherë ne po i mbledhim të gjithë Kurejshit, ku janë e kus janë, dhe po t'japim pasuri nga pasuria jonë dhe të bëjmë njeriu më të pasur ndër Kurejshit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam heshte. Utbeja vazhdon dhe i thot, o Muhammed, nëse je njeri ambicios dhe do të bëhesh njeri i parë kryetari jon, atëherë ne mblidhemi të gjithë si Kurejsh dhe të bëjmë ty kryetarin ton, të bëjmë të parin ton. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam qëndronte dhe nuk fliste asgjë. Pastaj Utbe i thot, o Muhammed, nëse dëshiron mbretëri, ne të japim ty atë dhe të ofrojmë gatishmëri për të mbështetur në të gjitha projektet e tua. O Muhammed, i flet Utbeja, imagjinoni pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam duke dëgjuar një person i cili po e kritikonte. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke përfaqësuar dhe duke promovuar një fe hyjnore, qëndronte i heshtur përpara një njeriu që ishte idhujtar, i cili ishte shqetësuar për zotat e tij, i cili ishte shqetësuar njëkohësisht edhe për perspektivën e tyre në këtë qytet që ishin duke jetuar. Pra filloi t'i bënte pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam oferta të njëpasjeshme. Ndoshta do ta joshte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe të kuptonte në të njëjtën kohë se ku synonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Utbeja vazhdoi me tuti duke thënë, o Muhammed, nëse je i gjindosur, do me thënë kanë kapur gjind, atëherë na thuaj, dhe ne ta gjejmë mjekun më të mirë kudo që t'jetaj, që të shëroj nga kjo smundje
e cilat ka për ty. Utbeja vazhdoi të fliste me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një mënyrë mjaft të pahishme për një njerëz të edukuar, një njerëz të sjellshëm, i cili ishte dërguar nga Allahu subhanahu wa taala me mëshirë për të gjithë njerëzimin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëgjonte dhe Utbeja fliste. Pasi mbaroi fjalimin e tij, këshillën e tij, kritikën e tij, Utbe ndaloi një minutë dhe ran pauzë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi dëgjoi ofertat që ja bëri Utbeja për të qenë lideri i banorëve të Mekës, pasi i dha ofertën që t'i japin pasuri nga pasuria e tij dhe të bëhet me pasuri në Mekë, pasi dëgjoi që ata i mund t'i jepshin shumë gjëra të vyeshme nga kjo botë, pasi e kritikoi dhe më pas e uli mjaft nivelin e tij duke e barazuar me nivelin e njerëzve të çmendur apo njerëzve të cilët ishin të kapur dhe të sëmurë nga ana e magjisë apo nga ana e xhinve, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili gjatë kësaj kohe qëndronte kokë ulur, e ngriti kokën e tij dhe pa Utben dhe i tha: "Mbarove o Abu Walid." Utbe ishte emri i tij, por arabët e kanë traditë që i thrasin me emrat e fëmijëve Abu Walid. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Mbarove o Abu Walid?" Abu Walidi ose Utbe në rastin konkret, i cili nuk ishte as pak i befasuar me sjelljen dhe edukatën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili po e dëgjonte, pasi po e kritikonte. Imagjinoni vëllezër të nderuar, sikur ndonjëri prej nesh, unë apo ti apo dikush tjetër, të na vijë një njeri i cili nuk ka lidhje të drejtë për drejta me ne dhe të fillojë të na akuzojë, na thotë ti ke këtë, nëse don këtë do të bësh atë, ne me njëherë do të reagojmë shumë ashpër ndaj tij. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë but, me një sjellje të pa imagjinueshme, komunikoi dhe vazhdoi të diskutonte me këtë njeri. Pastaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i tha: "Utbe, tani e ke radhën tit më dëgjosh mua." Dhe filloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të lexonte disa ajete nga Kurani i Kerim duke thënë: "Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Ha mim. Zbritje nga Allahu mëshirues, mëshirbërës. Libër që ajetet e tij, fjalët e tij janë të shkoqitura, duke qenë Kurani arabisht në gjuhën arabe, është zbritur për një popull që ta kuptojë domethënien dhe fjalët e tij. Kurani është përgëzues, udhëzues dhe udhërrëfyes për rrugën e drejtë, por shumica e njerëzve nuk e dëgjojnë, dua kthen shpinën atyre." I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam filloi të lexonte ajetet vijuese Utbes, ndërsa Utbeja për një moment e uli kokën e tij dhe filloi të dridhej. Ai vendosi duart e tij më pas prapa, u mbështet dhe filloi të dëgjonte Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ajetet vijuese thoshte, lexonte ajetet e Kuranit: "Në qoftë se ata ty nuk të përgjigjen o Muhammed, thuaj, unë u tërhoqa vërejtjen njerëzve si një rufeje, një dënim që do të vijë nga Allahu subhanahu wa taala, si rufeja e cila erdhi popullit të Adit dhe Themudit." Utbeja kur dëgjoi këto fjalë u tmerrua, filloi të lëvizte nga vendi dhe u ngrit me një herë në këmbë dhe ja vendosi dorën e tij në gojë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të mos i dëgjonte më ajetet të cilat i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam po i recitonte, nga të cilat Utbeja e ndjeu veten e tij shumë vështirë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ran sejdë dhe falenderoi Allahun subhanahu wa taala, pastaj u ngrit dhe i tha Utbes: "O Utbe, a i dëgjove këto fjalë?" Utbeja i tha: "Po." I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i tha: "Tani o Utbe, të takon ty të vendosësh me vendimin tënd për atë që unë jam duke promovuar." Atëherë Utbeja u ngrit nga pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe u nis për të kthyer tek shokët e tij, të cilët natyrisht po e prishin me padurim ardhjen e tij, që ai t'i tregonte atyre se si diskutoi dhe çfarë diskutoi me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata kur e panë që po vinte Utbeja,
i filluan t'i përshpërisnin njëri tjetrin. Betohen në Allahun se fytyra e Utbes ka ndryshuar, nuk është ajo fytyrë në cilën ai iku më parë. Pastaj erdhi ul pranë tyre dhe filluan të bisedonin dhe ata i thanë, çfarë ka ndodhur o Abu Walid? Sepse ata e pan ndryshimin e Utbes. Fytyra e tij nuk ishte ajo që shkoi tek pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Fytyra e tij nuk ishte ajo e gëzuar dhe thjeshtësia dhe naturaliteti i tij që ishte mësuar ata ta shikonin çdo ditë. Dhe pastaj ul pranë tyre kur ata e pyetën, ai tha: ajo që ndodhi, dhe që ndëgjova, dhe që pash nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, më bindin që ato fjalë nuk i kam dëgjuar kurrë më parë. Betohen në Allahun e madhëruar. Ata nuk janë fjalë poeti, sepse Utbe ishte vetë poet. Nuk janë fjalë poeti dhe magjistari ose fallxhori. O Quraysh, merrni këshillën time dhe t'i jepni këtij njeriu lirinë. Ta leni të lirë në punën dhe në propagandën që ai bën. Lejeni të lirë për t'i realizuar planet e tij, sepse ai nuk planifikon gjë të keqe për ju. Dhe në këtë mënyrë ju mund të shpëtoni shëndosh e mirë nga ai. Dhe vazhdon më tuti duke thënë, besoj që fjalët e tij do të triumfojnë një ditë, sado që ju do të përpiqeni t'i ndaloni ato. O njerëz, kam dëgjuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam duke recituar fjalë nga goja e tij që nuk ishin fjalë poetësh, duke thënë Hamim. Kurani është i zbritur prej mëshiruesit mëshirbërësit. Allahu subhanahu wa taala lajmëron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por njëkohësisht i lajmëronte edhe këta njerëz të cilët po e dëgjonin fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fjalën e Allahut nëpërmjet gojës së pejgamberit dhe në rastin konkret duke dëgjuar nga goja e Utbes. Pastaj vazhdon të thotë, në qoftë se ata nuk të përgjigjen ty o Muhammed, ti thuaj atyre, unë u tërhoqa ju vërejtjen, ju tërhoqa ju vërejtjen për atë që mund t'ju vi nga Allahu subhanahu wa taala, se ju mund t'ju vi një rufe, si që erdhi Adit dhe Thamudit dhe ata u shkatruan dhe Allahu i shkatroi ata. Kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vazhdoi të lexonte këto ajete, thot Utbeja, kur Muhamedi i tha këto fjalë, unë i vendosa dorën në gojë që ai të mos vazhdonte më tutje. Dhe ju luta atij që në emër të lidhjeve tona farefisnore ai ndalej dhe të mos lexonte më. Ju e dini mirë o njerëz se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot diçka dhe ai kurrë nuk gjen. Dhe ne e dim mjaft mirë vëllezër të nderuar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në qytetin e tij ishte njohur si njeri i ndershëm, si njeri besnik, si njeri i cili e ruante fjalën e dhënë dhe e mbante fjalën e dhënë, si një njeri i cili gjatë gjithë kohës së tij përpiqej të ishte korrekt me njerëzit në marrëdhëniet e tyre me midis tyre, qoftë në marrëdhëniet e biznesit, qoftë në marrëdhëniet familjare, qoftë në marrëdhëniet shoqërore, qoftë në marrëdhëniet e tij në tërësi. Dhe në këto momente, thot Utbe, duke treguar historinë e tij, përpara Kurejshve thot, në këto momente unë u friksova dhe mendova se Allahu subhanahu wa taala po zbret dënimin e tij siç janë zbriti popullit të Adit dhe Thamudit, dhe unë kam frikë se mos ndoshta Allahu po zbret dhe ju dënimin. Pastaj Utbe ra mendime, kurse shokët e tij ja ngulën gjithë syt, të gjithë ranë heshtje. Të gjithë filluan të qëndrojnë e heshtje dhe të shikonin se si do të reagonte dhe kush kishe qenë bizetimi dhe bashkëbizetimi dhe konkluzioni i Utbes në këtë takim me pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ai shtoi dhe tha: Pasha Allahun e madh. Betohen në Allahun e madhëruar. Në atë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nxjerr nga goja e tij si margaritar, ka ëmbëlsi. Në atë që thot, ka bukuri. Sikur maja e saj që ka fruta, një pemë të bukur të hishme që ka fruta dhe në fund të saj ka lënë një burim, një kënaqësi e madhe shpirtërore. Ajo, fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të pushtojnë dhe të nënshtrojnë dhe nuk lënë asgjë më tuti të thuash. Ato janë fjalë magjepse. Dhe njëri që dëgjon fjalët dhe ai njeri që i dëgjon fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, zemra e tij qetësohet. Asnjëri o Kurejsh nuk mund t'i thotë to fjalë.
Askush nuk mund të trillojë dhe të sajojë këto fjalë. Asnjë njeri nuk di t'i thotë dhe t'i bëj aq bukur ato fjalë, ato poezi, nëse ne mendojmë se janë poezi, thotë Utbe. Kurse Kurejshët, të cilët po e dëgjonin Utben, thanë: "O Utbe, ato janë vetëm poezi. Poezi i ka shkruar Muhamedi, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të." Dhe ai tha i zemruar: "Pasha Allahun, betohem në Allahun e Madh, askush nuk është më i dijshëm se sa unë në poezi. Askush nuk është më i kujdesshëm se sa unë për ta përfunduar çdo varg me rimën e duhur. Betohem në Allahun, askush nuk është më i mirë dhe më i mirënjohur se sa unë për të folur në gjuhën e xhinëve." Kishte një uri të mëdha. Dhe pastaj thot: "Pasha Allahun e madhëruar, fjalët që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i thot, nuk janë fjalë që i gjesojnë dhe përkrahen dhe mund të përshtaten dhe mund të jenë të afërta me poezi." Dhe kështu që ai vazhdoi të bisedonte me ta Utbeja, vazhdoi të bisedonte me Kurejshët rreth pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por Utbeja nuk e pranoi Islamin në këtë takim, edhe se zemra e tij angonte drejt Islamit. O vllai i dashur, vëllezër të dashur, motra të nderuara dhe ju njerëz që na ndiqni nëpërmjet ekranit televizionit, dhe ju njerëz të nderuar që na dëgjoni nëpërmjet valeve të radios, mendoni mirësinë e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mendoni sjelljen e tij, se si ai komunikonte me njerëzit. Imagjinoni se si i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, komunikonte me njerëzit. Imagjinoni butësinë e tij. Në këto ditë të vështira, ai vetëm i dërgoi dhe i tregoi atyre fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Po ti, po unë, po ne në përgjithësi, si veprojmë të dërguarin e Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? A e ndjekim rrugën e tij në cilën ai na e ka treguar? A vazhdojmë atë udhëzim që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka orientuar për ta ndjekur atë, apo thjesht ne ditë pas dite veprojmë gjëra me të cilat zemrojmë veten ton, zemrojmë farefisin ton, zemrojmë familjarët ton, zemrojmë gratë tona, miqtë tan, të afërmit tan, por zemrojmë në radhë parë dhe në fund dhe në fillim dhe në fund Allahun subhanahu wa taala. Vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa taala na solli në tokë që ne të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Na solli në tokë që ne të jemi të sjellshëm me disë njëri tjetrin. Na solli në tokë që ne të komunikojmë me njëri tjetrin. Na solli në tokë që ne të punojmë pareshtur për ndërtimin e kësaj shoqërie. Na solli në tokë që ne të bashkëjetojmë dhe të bashkëveprojmë me njëri tjetrin. Na solli në tokë dhe shembullin më të madh e ka dhënë pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që të jemi njerëz të drejtë midis njerëzve. Pra pejgamberi Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam qëndron me shokët e tij, qëndron me miqtë e tij, qëndron me gratë e tij, qëndron me fëmijët e tij, qëndron me familjen e tij, qëndron me Kurejshët në ditët më të vështira të jetës së tij, i ofron gjitha të mirat e kësaj dynjaje dhe në fund ai parapëlqen dhe vendos dhe gjithmonë vazhdon rrugën e tij derisa shkojnë takim me Allahun subhanahu wa taala, ditën që u nda nga jeta natyrale, jeta e kësaj bote, jeta fizike e kësaj bote, për të kaluar në jetën shpirtërore pranë Allahut subhanahu wa taala. Pra kjo ishte natyra e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ti vllai i nderuar, ti motër e nderuar, ti shikues i nderuar, ti që ndoshta rastësisht po më shikon dhe po më dëgjon në këto momente, a nuk mund të marrim dhe nuk duhet të marrim shembull ne nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? A nuk duhet ta kemi atë udhërofyesin ton drejt rrugës e cila çon në xhenet? A nuk e kemi në shembullin më të mirë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, siç thot Allahu subhanahu wa taala, që ju keni udhërofyesin më të mirë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, i cili ju nxjerr nga errësira drejt dritës dhe lartësisë së madhe hyjnore. Vllai nderuar, vllai nderuar, motër respektuar, njerëz dhe kudo që jeni dhe ndodheni, adhuroni Allahun subhanahu wa taala. Merrni shembull nga i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se kjo botë sado e gjatë të jetë, një ditë do të mbarojë. Sado e bukur do të jetë diçka në këtë botë,
një ditë do të mbarojë e bukura. Sa do e hidhur tjetë kjo botë, një ditë ajo do të bëhet e gëzuar, siç thot Allahu subhanahu wa taala, pas çdo vështirësie vjen një gëzim. Pra vllai nderuar, mos të respektuar, mos e shiko këtë dynja, këtë botë në cilën jemi duke jetuar vetëm me errësirë. Mos i shiko gjithë gjërat e errëta, mos i shiko gjithë gjërat të zymta, por merr shembull nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe në ditët më të vështira që ishte duke qëndruar, ai i lutej Allahu subhanahu wa taala dhe edukata dhe sjellja e tij dhe morali i tij i lartë ndikoi që ata njerëz me zemra të ashpra të përfitojnë dhe të vinë në zemra të buta, të cilët kur dëgjonin fjalët e Allahut subhanahu wa taala, zemrat e tyre zbuteshin si rasti i Utbes, i cili dëgjoi fjalët e Allahut subhanahu wa taala, por të thëna nga goja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, fjalë të cilët dalin nga zemra e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në veshin e Utbes ibn Rabi'as, dhan një efekt të madh, saqë ai dridhej pa pushim dhe nuk mund të dëgjonte, i vendosi dorën në gojë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që t'ia mbyllte gojën, duke friksuar se ndoshta dënimi i Allahut po vinte tek ai, tek populli i tij, tek njerëzit siç erdhi Adit dhe Thamudit. Pra vllai dashur dhe i respektuar, motër e nderuar, në fund të kësaj ligjërate, duke dashur që të orientoj në radhë parë vetveten time, ju sugjeroj dhe ju, sugjeroj të gjithë ata njerëz që duan të gjejnë rrugën e drejtë, të gjithë ata njerëz që duan të gjejnë rrugën e lumturisë, le ta marrin dhe ta studiojnë jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse pasha Allahun e madhruar, nuk ka gëzim më të madh dhe lumturi më të madhe për njeriu sa jeta duke adhuruar krijuesin e gjithësisë. Nuk ka çast më të lumtur për besimtarin në këtë botë se sa momenti kur është aty në sejdë. Kur i lutet Allahut subhanahu wa taala, kur ky ball qëndron në sejdë, i lutet Allahut krijuesit të gjithësisë. Pra vëllezër të nderuar, feja jonë na uzon që të punojmë dhe të komunikojmë me njerëzit mirë. Të kemi shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mos jemi të vrasur ashtu siç janë disa prej muslimanëve sot, duke e konsideruar gjithë njerëzit që nuk kanë hyrë ende në dyert e këtyre xhamive, njerëz të lig, duke i konsideruar ata që ende nuk kanë mësuar të hyjnë der xhamis, njerëz të prapambetur, njerëz me probleme të ndryshme psiqike. Le të punojmë dhe të marrim shembullin e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të ftojmë ata rrugën e drejtë, në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, në rrugën e cila ata, mua, ty dhe gjithë njerëzimin i çon në xhenetet e larta. Pra vëllezër të nderuar, ky është gëzimi i vërtetë, të adhurosh Allahun subhanahu wa taala, të ndjesh në çdo moment të jetës tate, që çdo shqis e trupit tënd të adhuroj Allahun subhanahu wa taala, sepse ndodh dhe ka pët raste që ndoshta njerëzit mund të largohen nga kjo fe e ndritur si shkak i imi apo si shkak i yti. Sepse ndoshta ti me sjelljet tua të gabuara, cilët nuk janë virtyte prej virtyteve të Islamit, bëhen shkaktare që një njeri të largohet nga feja e Allahut subhanahu wa taala. E lutim Allahun e madhëruar të na falet në mëshirë. Në rrugën e drejtë na udhëzoj. Gjunahet tona që i bëjmë ditën dhe natën na i fal. E lutim Allahun subhanahu wa taala me emra dhe cilësitë e tij të mira, që punët dhe veprat e mira në përgjithësi çfarë i bëjmë, Allahu na i pranojë dhe kabul të nevojë. E lutim Allahun subhanahu wa taala me emra dhe cilësitë e tij të veçanta, që ne që jemi të pranishëm tu, vëllezërit tanë, motrat tona, të afërmit tanë, miqt tanë, shok tanë, ata që na shikojnë tani, ata që na dëgjojnë tani, ata që do të na dëgjojnë me tutje, Allahu i falti mëshiroj dhe inshallah punë dhe veprat e tyre të gjithë dhe kabul të lajboj dhe në xhenetet e larta gjithë t'i çojë. E lutim Allahu subhanahu wa taala me emra dhe cilësitë e tij të veçanta që të gjitha punë dhe veprat e mira që i bëjmë, Allahu kabul të nevojë. Vëllezërit tanë, motrat tona, të afërmit tanë, miqt tanë, shok tanë, dhe gjithë njerëzit kudo që jenë, Allahu inshallah të pauzuarin në rrugën e drejtë i udhëzoj. E lutim Allahu subhanahu wa taala me emra dhe cilësitë e tij të veçanta, që njerëzit që janë duke vuajtur sot në shtetet islame, Allahu t'i falet, t'i mëshirojë dhe inshallah sa më shpejt ata dhimbjet e tyre t'i kalojnë. Gjithashtu e lutim Allahu subhanahu wa taala pa pushim që të bëjë trazuar në rrugën e paqes dhe lumturisë së vazhdueshme ta udhëzoj.
E lusim Allahu na falë, na mëshiroj dhe në rrugën e drejtë na uzoj, punë dhe veprat tona të mira na i pranoj, ka punë na bëj çdo gjë që e bëjmë për hapën e Allahut dhe lusim Allahun subhanahu wa taala që rinin ton veçanti Allahu ta falë, ta mëshiroj dhe rrugën e drejtë ta uzoj. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.